Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavatët qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dhe rumë, pasi gjendmin këtë muaj në Ramazanit, elhamdulillah besimtarët mundohen të ashjojnë në mënyrën më të mirë. Po, shpesh po ndëgjojmë në mesin e njerëzve, sidomos në mesin e grave, për iftar shumë po fugët buka, shumë buk po fugët kot, shumë buk po shkon zion. Angana tjetër për dita në kofmi se çmimet e bukës kanë hip, si mundet prej 20 denarin po 35 denar. Njëjtët njerëzit të cilët xhamat ankofmi pse ka hip buka, njëjtët njerëzmi jemi që e shtim bukën në lëndë dhe e fugim bërloke. E po tash si mundet me u anku një njeri i cili e fugën qatë bukë? Me kanë që me të vërtet e mendojmë, atër duhet ta krymë. Ose si cili njeri, si cili burë dhe grua, duhet ta dije shtëpinë e vetë parafërsisht në 4 njerëzin, 5 njerëzin sa bukë harxhohet. Që mos hudhet buka xhamat, se jemi të lujt me bukën. Jemi të lujt me bereqetin të cilin Zoti na i ka dhënë. Dikush i s'ka iftar na për dynjat qele, a ne 4 feje mishi për para, 3 feje salatësh për para, 4 feje bukësh për para, piket furave ka një, e xhamat njëjtit ankofmi se s'ka. A tryzën e kemi shtru luk se kemi ndoshta sikur dënim mbret me hangër. E ma se ankofmi kanë hip shmimet, po pse ma hipet shmimi kur buka fugat? Allahu Gjeleshanuhu xhamat dënon mënyrat ndryshme. Ne jemi të lujt me bukën momentalisht. Gjithë ki bereqet që na u ka ofru nga ana e Zotit, ne shkojmë një iftar 70% e asaj çka është në mas, çka është në stall nuk hahet. Dhe një numri i madh thojnë, këtë sotshmët për nesër më nuk e ha. Nuk e ha bosi më për s'ditjat. E duhet fugët ajo. E u fuk një salat, shko një salat një tanjir, kur e paguan 300 denar, fit e bën në restorant. Ama kur e bën të shpia fugebe, shkoj 300 denar ajo, shkoj 200 denar buk, shkoj 500 denar mishi. E masande, valla, krizu ka bon. Po krize, gjdo dit t'i ka 1.000 denar në kënë gjubrës i fugën. Në kënë bërlokeve i hudhen gjdo dit. Duhet një hadith pejgamberit alayhis salam ta kemi parasysh, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, tha nëse dikujt tha i bie kafshata, jo copë bukës që e ka marrë ta shtjen goj, po i bie thot prej dore, thot mos e fuge. Po thot në ta marrë, në ta fryje, edhe le ta haje, mos ja lanë thot shejtanit. Shife xhamat, pejgamberi alayhis salam një kafshat nuk ka thonë këtë dilimin e bukës. Një copë prej bukës që e ke nis për ta shtin goj, bie pi dore, e tash sot a i ka ra për toke, në te pik ka ra, nuk ka ra në balt. Ja, se shtimon goj. E, ja je shejtanit, ja le shejtanit, apo? Një copë. Ne sot shejtanit xhamat nuk ja lam një copë. Ne ja lam këtë bukën. E masande valla u ka shtu e keqja shumë shejtana, po shejtanët ne i ushqejmë. Ne kemi më trash shejtanët ka shlu kile pi bukës tonë të hangër për ditë. Ma herët edhe një copë si ja ka lan shejtanit. Ne sot jemi të ja lan këtë menyjen. Këtë menyn jemi të jalan shejtanit. Masa e shejtanët fort, po të fort, këtë në kuvet janë, këtë të hangër mish, këtë të hangër ka 3 feje mishi. Pse? Pak dhe more një copë këtu, pak, e në kur të shofsh, mishi pa ngran, fugët. E masa valla shumë be i kanë hip shmimet, po pse mos i hipin? Pse mos ja hipi shmimin një mileti që e fugën bërlok kur e merë, nuk e hanë. E xhamat Allahun që këtë mënyrë dënon, as ja di vlerën, po, që e tash dëshomë shmimet që ka të bëhen. Po kjo është faza e parë, ama si a din, ne halasimi të umbush me men. Edhe pse çmimet kanë hip që 4 vjet, krejt jemi të uanku prej çmimeve, hala me men si mi mbush. Ama tash ka dale, kur të ta bere Allah një dënim tjetër, mos ki është buk, shkon market s'ka, si në vakt koronës, si bojshin njerëzit si me kanë panik, shkon market s'kije, shkon dyqan s'kije, shkon merr miell s'ka, e atëherë dëshohëm atja dim vlerën. Se ne nuk dim themi edhe elhamdulillah që Allah i ne ka dhënë këtë të mira. A e dini se xhamat, ne tash në këtë moment jemi të hudh bukën kontinjer, apo? Ama Allahu ka mundësi të të ktheje ty në gjendje që shlipish në për kontinjer. Allahu na bie, pse çka kemi ne dallim prej aty në Afrikë, edhe ai njeri edhe në njeri. Po edhe që këtu në Shkup kjeti për ditë hec në për Shkup,
dëshofsh njerëzin a për kontinjerët e rrugës të lyp diçka. Po edhe ai njeri është, edhe atë ka lind një babë një nanë. Ama Allahu e ka prunë atë deregje. Po neve, elhamdulillah, na ka dhënë të mira. Ama nëse mi të i thonë Zotit faleminderit, nëse mi të i thonë, o Zot, elhamdulillah, shifve si mbret jom të hangër. Jo, ne që aty ne ju gjejmë kajde. Mirë be i shiftari, ama pak si të ftoft na e pru supën. Bosi ka me rak një kamarier në veti të rije. A nuk është se 200 veta në restoran, këti tja beret në groft. E ta shvala mishi mirë, be ama pak i vite, si era me qenë mish dele, jo mish lope. Në thot, zgjedhim gjemat. Ama kur ta bere Zoti dereqet të lypish në kontinjer, e ati në kontinjer nuk i vinë asera mish lope, a erdele. Ati Allahu alem çfarë ere do t'i vije. Se veç kur i mledhin ato bërllokët për rrugë i mshelim hundët, apo? Veç kur kalon kamioni, i mshelim hundët. E para mendojt lypish në kontinjer që ati për të hangër. E sot plot njerëzin a për dynja lipin a për kontinjera. Po ka na fa kur gjejen, po disa lipin e së gjejen. A ne bosët, ne e fugin. Ka, plot ka. Po ka, mo mund më skejse nesër. Ose na për restorane, shife, elhamdulillah, do thot që bëjmë iftare, po gjemat, ama sa buka fugët, na për restorane, sa mishi fugët, e pse gjithë ki bastraf? Është mirë gjemat, edhe këto restoranet, pak ta kien parasysh, nëse ka dhe një të njërë se mishi një numër i madh shkon pa u prek, po jo të fugët, buka vëndohet mas, pas të në shport pletnave, jo, është mirë edhe restoranet ta bëjnë një planifikim, që ato shka jesin, që jonë pa prek, ti marin, ti paketojnë bere me jo shpërndat varfën. Ka njerëzit të cilët e merë, ka fukara plot të cilët e kish pa andër qatë në restoran qatë misht të haje. Ama nuk ja ofrojnë fukaras kontinjerit. Bilas macës në hin të hanë, se bere macët të hanë e qëndë, jo, të shtjen kontinjere u kryma jo punë. Allahu e din drizëll e gje kuj divje rendit të haje, a kryma ta. E gjemat, duhet pak të bëjmë hesap. Është mirë që thirim nga për iftare, ama është mirë edhe të planifikohet iftari. Nëse i ke thirë 5 veta, mos bën për 20 veta buk. Nuk ka nevoj 7 feje ushqimësh. Po je 1, 2, mjafton. Në të hahët që jënë tanjirë, pejgamberi a.s. gjemat e kishtë tradit tanjirin që ju ofrofte për para të afshinje. Do thot të pastroj, mos lane sent aty. Mos lane diçka të fugët. Pejgamberi a.s. do thot e fshinte tanjirin e vetë. A sot tanjiri 70% shkon i paprekët. E kjo nuk o gjyna? Kjo nuk o mastraf? E është mastraf i madh gjemat, që fatkeqësisht shumë jemi dhënë pas këtij mastrafit, po inshallah Allahu nuk na dënon e nuk na i ndal këto të mira, se si na i ka dhënë Zoti ka mundësi edhe të na i marrë. Inshallah të jemi e para falenderues, ti themi Zotit elhamdulillah që na i ka dhënë këto të mira, dhe e dyta të jemi pak ekonomik, jo vetëm të ankofmi se u kanë hip çmimet, po mundohu që të frihësh edhe të dalet 2 ditë të hashat, jo për ditë me bë qera, e në fugë shumica, do thotë e fugët. Po të jemi ekonomik, të mundohemi të bëjmë ushqim qash sa jemi, jo sa si jemi, edhe të mundohemi, do thotë, që atë shka jetë të vëjmë në vendin e duhet, sidomos këtë këshill, të kien ato të restoraneve, që mos hudhët ushqimi, po që u jipët berem aty në nevojtarve, fukarave, të cilët kanë nevoj dhe mundë dhe thot të shfrytëzojmë, inshallah Allahu Teala, gjitha këto ibadete që i bëjmë këtë mujtë Ramazanit, na e bëj kabul, inshallah mos bëhet shkak kjo mirësi na kthehet në fatkeqësi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.